super. Nga dy ushtrime që imitojnë kafshë, si që ka yoga. Ajo është i bëtë kosë, kjo është i rosë. Salmoni. Dere qeni, kemi gjanë qeni. Si da bëjmë si bërë tjetë kjo. Si gjuko marrë në shkip. Thjeshta që rritin gjithë të veç. Ushtrime naturale. Dje që sot njeri u vjetën se dare shkëput nga natyra. Dhe tona, fusin dhe. Ja shumë të të të. O ta pohën, dhe edhe këshu. Edhe visë krasë. O ta pohën. Hajde i. Njënë. Ose se bëj qiro ose hajde i. Shishi. E kontakton trupin fort, pastaj liron. Bësh me ndërgjeje. Kjo ushtrim është i mirë, nuk është shumë i thjeshtë, mjafton të voli shumë drejt. Po shumë i mirë. Ushtrimi i pozicionit allator. Ushtimi i vetë janë të tjera.
Namaste. Sot mosh 64 vite me këtë trup dhe nuk e ndjej fare asa për 30 vite. Dhe për këtë përëndoj të madhin Zot që bekoj me jokun. Jo vetëm me ushtrimet fizike, ramaj trupit, në formë, të lirshëm, elastik, por dhe me ushtrimet psiqike, me dorë. Për këto desha t'jepja disa rekomandime, që në fakt i janë marrë nga Zoti Shiva, si dihet, kështu si ushtrimet fizike, asanat që janë me miliona, edhe ushtrimet e meditimit dhe ushtrimet e pranayamës janë me mira. Dhe më përmën disa. Dhe më përmën për shtypje se Zoti Shiva për vëmendje të madhe ushqimi midis dy akteve. Për shembull, jo vetëm përqendrohesh te frymarrja, atje me frymë, por të përqendrohesh me vetëdije, ka rëndësi të madhe vetëdija tek pushimi midis dy frymarrjeve. Ose kur merr dhe mban pak, ose kur e nxjerr, edhe pas ta marrësh këto pushimet. I vë rëndësi mendimit, apo dosh të shohësh mendimin, por ka më rëndësishme atë pushimi midis dy mendimeve. Vjen një mendim, ikën, ai pushimi. Aty të rish tek ajo të jesh i vetëdijshëm. I vë rëndësi shumë mandrës, ram mandrën një emër të Zotit, por shumë rëndësishëm edhe pushimi midis mandra nga mandra. Kështu thua ram. Vërto dëshirën që të vjen një dëshirë, por edhe poshtliku midis dy dëshirave, ka atë distancën, atë pushimin, atje dojë dhe dëgjoj zhurmën, tingujt, të dalgën, edhe pushimin. Ai pushimi, Zoti Shiva i ve shumë rëndësi. Edhe një teknikë tjetër shumë e mirë që është, mendo për shembull një person të dashur, apo një ngjarje që të ka frymëzuar, apo vetë Zotin, apo diçka. Pasi mendon këtë person apo ngjarje, ndjeje këtë kënaqësi, të frymëzim, si bekim, këtë mirësi që ndjen. Pastaj largohe objektin, personin, ngjarjen, edhe mbaj vetëm këtë ndjenjë. Që mos jesh i varur vetëm nga ngjarja, ti je ti ta bash atë mendjen në këtë frymëzim. Teknika tjera ka fokusime të ndryshme, të fokusohesh tek tingujt, tek nuhatja, tek shija, kur ha, fokusohu, kur bën një gjë fokusohu, te dëgjimi e tham, te shikimi, te shqisat, te jesh herët, jesh i vetëdijshëm. Edhe një ushtrim mjaft i mirë është, e kemi thënë që gjapa për shembull, përsëritja e Zotit është shumë e mirë, përsërit rishur, je atje me vetëdije, je te emri, nuk lëviz majtas djathtas, dhe bërë një skanim në shtyllën kurizore. Kur merr frymë, merr nga dalë, dhe ndjen një si energji, si rrymë që ngrihet në ajër, kur e ndjen frymën, kur është poshtë, edhe ka dhe të mandrën so hap. Kur merr, me mend e ndjen këtë, hap. Qetë, nga dalë, në rrës. Ka shumë ushtrime, të ndryshme, edhe më përshpasme, kur hecën, shiko për shumë kur hecën, ato, kur jetë duke hecën të hapat, përqendrohu atje, shiko majnë e hundës, shiko këtë naltë, në për çakra, figura të ndryshme, të shenjtorëve, të
afetve i shikon edhe e ndjen e thith atë energjinë, ato vibrimet pozitive. Përveç pas e ushtrimit frymare që i kemi thënë ato pase, këto desha me thonë më shumë. Edhe e falenderoj dhe të madhin Zot, edhe të gjithë ato që kanë imu, edhe gjithçka, qofshin gjithë paqe, të bekuar, të ndriquar, të mbushur me bekatinë të madhin Zot. Faleminderit të gjithë edhe për urimet. Faleminderit, Om Shanti, Shanti, Shanti.